Për sa i përket portit të Durrësit, dosja është shumë e madhe, zoti Peka. Janë të treja, procedurale, financiare dhe juridike. Për ta shpjeguar për shqiptarët, është afruar një kontratë fidik. Pra vërtet fillon me një fond limit, por duke ecur, e duke dal punë, e duke ecur, e duke dal punë, e duke u financuar. Është shumë e rrezikshme dhe tregon siç e kam këtu të vërtetuar. Në një intervistë të dhënë nga jashtë vendit, ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj ka folur gjerësisht edhe për projektin e zhvillimit të portit të Durrësit, të cilin e cilëson si një nga çështjet më të rënda dhe më problematike që ka hasur gjatë karrierës së tij politike. Sipas Ahmetajt, mënyra se si është ndërtuar procedura për zgjedhja e partnerëve dhe lloji i kontratës së përdorur për këtë projekt përbëjnë rrezik serioz financiar dhe strategjik për Shqipërinë. Ai shpjegon se kontrata është e tipit fidik, pa një kufi maksimal kostoje, çka sipas tij krijon hapësirë për rritje të pakontrolluar të shpenzimeve dhe ekspozon buxhetin e shtetit ndaj abuzimeve dhe rrezikut të arbitrazhit ndërkombëtar. Ahmetaj thekshon se në garë ka mbetur vetëm një kompani, pa u paraqitur ende oferta financiare, ndërsa kompani të mëdha nga vende anëtare të NATO-s janë skualifikuar pa arsye bindëse. Një tjetër shqetësim madhor i ngritur prej tej lidhet me ndikimin e mundshëm të interesave ruse në një aset strategjik si porti i Durrësit. Ai pretendon se pas kompanisë fituese fshihen lidhje indirekte me subjekte të sanksionuara dhe individ rus, duke e konsideruar këtë si kërcënim për sigurinë kombëtare, pasi porti përfaqëson infrastrukturë kritike për vendin. Ahmetaj paralajmëron se Shqipëria rrezikon jo vetëm përfshirje në procese të kushtueshme arbitrazhi, por edhe mbetjen pa një port funksional. Sipas tij, kjo çështje përbën një dosje jashtëzakonisht të rëndë, e cila kërkon vëmendje të menjëhershme institucionale dhe hetim të thelluar. Në fund, ai shpreh kritika të ashpra edhe për mënyrën e funksionimit të Partisë Socialiste, duke pohuar se vendimarrja është përqendruar në pakduar dhe se strukturat kolektive të partisë janë zëvendësuar nga interesa të ngushta pushteti.